O Zoti i madh, ç'ishte kjo parti, ku I kishte rrënjët? Si kishte mundësi që vetëm me shtëngatave rritej kjo? Ai poet nuk I deshi këto vargje, por për mua ato ishin vargjet më të vërteta që unë kisha lexuar gjatë gjithë jetës time. Të kërkosh rrënjët e partive, o Zot, po sidomos asaj. Disë partisë dhe shtetit. Më besoni edhe sot nuk kuptoj asnjë gjë nga të gjitha këto. Lexo. Futem në provim. Bllokohem. Asnjë fjalë, asnjë kuptim, asnjë citim. Nuk di asgjë, po ju them. Dhe ishte historia e PPSH-s. O Zoti i madh, thash, do lejnam. Në të gjitha lëndët kisha marrë 10, po këtu 4 apo vetë tinte. Dorëzoj profesorit libresën, ai e hap, shikon një rrjesht me 10. Dil, më tha. Mas qere kore më dorëzon libresën dhe di qa shof? 10. O Zoti i madh, thash me vete, vetëm këtë mos ma kishe bërë. Po ai e bëri. Ai e njifte babain tim. Edhe babai im ishte historian. Pyetja ime shtrohet, çfarë organizmi të fortë kishin këto burra për të mësuar këtë histori që askur në jetë të jetë dhe unë s'arrija do ta mësoja. Deri në vitin 90-91, kaloja rrugës e shifja profesorin, skuqesha flak deri ke veshët, o Zot sa turp t'i thoja, mirë dita, miru pafshim, si jeni, kuq, sa më diqte ajo 10 e ti. Mbas vitit 91, kur erdhi demokracia, kalonim në rrugë. Ai skuqe, kurse unë I thoja, mirë dita profesor, si ai skuqe, ai vrapante, vetëm ikte. Kjo ishte historia e PPSH-s.